pyetja tjetër. Selamun alejkum, hoxhë nderuar. Burri jam nuk falet kur në xhami. Xhamin e kena hapur 1 minutë. Thotë që nuk janë përshëllarë të hapët për ata arsye. Po unë i thëmë bilet që mot mi falë, po ai kur do me thonë nuk shkon xhami. A e ka haram që nuk shkon, Allah e shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çështja e mosfaljes në xhami është një problem që disa prej vllaznive e bojnë pa nevojë. Pse nuk është kur gjë e haput, duhet më shku më falë atë. Nëse lejohet më falë mas njerëzve të cilët kanë devijime. Ajo që nuk lejohet më falë, është nuk lejohet më falë mas atyre që kanë kufër. Dhe e kanë kufrin e qartë. Atëherë nuk lejohet. Nëse imami që se xhamia ku është i afër, e ka kufrin e qartë, edhe ky nuk shkon më falë aty tamam, po ky shkon në një tjetër. Se do më thonë që këtë Kosovë s'ka një xhami ky në shkuar me falë namazin, nuk është e vërtetë kjo. Edhe nuk është detyrë me lyp imanin e imamit, me shku në banë xhami, ta shim imami, a është musliman a qafir. Mos bën kështu. Valerisht imamat e xhamive janë muslimanë, se ata qafirat imama kërkush. Ndërta, filoni janë qafira, po, kjo është e gjithshme. Edhe na i nim në veshët tonë të thirë kufër, të po kufër disa vëtymve. Edhe ata në qafira, po, ku që hiqe këtë normal. Asë nuk të me pas frikë për kësana, të me pas frikë që e për kufër, në thirë kufër, të qështë e jo, ata se të tregon vërtetën. Por themi se, për mos më shku më falë, nuk bon, duhet në një më falë në cilën do xhami që zërgua namazin. Edhe mas cili do imam. Se cili imam i xhamiave parimisht është musliman. Dhe nuk lejohet, as nuk duhet, as nuk lejohet me hi me gjurmue imanin e imamve. Qa ki ti në dyrë të këshyra se imam është shafiri si nësos, lejohet kështu. Parimisht, në të gjitha xhamia, edhe mas të gjitha imamve, lejohet edhe duhet më falë. Por jashtim bojnë ata cilët e njimna duke më kufër, ose dihet kufri i tyre, dhe kufri i tyre është i qartë, atër të filoni, nuk shkon, por të tjerë shkon. Namazën gjumazën me falë pa tjetër, namazën këtë zënë udha dhe me falë pa tjetër. Wallahu a'lam.